Ashtu e bëj. E tregom, a e ke menu kështu kur të rritesh, a ke me qenë balerin, valtore, diçka tjetër? Ta qohem. Hala s'ke vendosa? Jo, kam kohë. Ki kohë, di shumë e vogël, po nashta kina për shembull doktorish ose në sen tjetër. Kisha dosh mu bon veterinare, po e kam dëshirë mu konë valtare. Po, valtare. Po ti mundesh me qenë edhe veterinare edhe valtare. Me kry shkollën për veterinar, edhe me konë njëkohësisht balerin. Edi. Mundesh të dy. Ate pse kishe me qenë veterinare, i dën kafshët shumë? Shumë. A ki në shpik në i kafsh? Jo. Qa ki qe me marë qena matë? Në qenë. Një qenë ki qenë pa? E kam një mocë në Gjakov. E ki një matë në Gjakov, në Prishtinë hala? Jo. Oke, pse s'pe merë në Prishtinë qenë që po ki qenë? Kena banes. A, s'munin banes, të tje ki edhe vlauna, po. Edi. Aji vlau mirët me futbol. Tregama, pe kuptën ti për shembull kur ushtranaj me pritja ata, kur të shtran ti me të pritaj ty, dhe ati valtare, ai futbol, kur gjon njajt me njani tjetrin. A pe mirë kuptoni njani tjetrin? Po, unë ka e kuptoj vllon tem, që unë e këshyre në për ushtrime. Ai nuk unë këshyre në për ushtrime, sepse nuk bën me hinë në sol në ushtrim. As mame, as babi. Na që jena në familje të vllot tem, muna me shku në këtë vetë me këshyrë, ama ju e këndërta. Po. Ani, më rëndësi, unë e shpresoj që Nina ka mu boni valtare shumë e një orë, jo vesh Kosovë për edhe në botë, edhe Flo, vllajet, i cili është në Elite Futbol Klub, dhe tek trajneri Flamor dhe Bledar, të bëhet një futbolist i zoti, suksesshëm, një që shubo Aslani që çdo ditë më shumë po e zdrit fytyrën e ekipit e Kosovës, edhe ish trajnerëve të tij Flamurit dhe Valonit, njëjtë edhe vllajet. Për ndryshe, unë shpresoj shumë që kur kemi ndonjë program festiv diçka, ti bashkë me shoqet tua dhe me mësuesen tënde me ardhë dhe me vallëzu këto. Po. Okej? A ki me premtu që ke me ardhë? Po, a ki me marrë pjesë tash me ndonjë garë tjetër së shpejti? Jo garë, në 2026 kena garë, ama qashë kena një spektakull, jo gjatë jove tjetër më duke. A jeni ushtru? Jo halo, që të shena ka e bojmë programën e vitet 3 ma shumë, se halo nuk e kena mësu përmenç ata se e kena valzime. Po. Do me thonë, javën tjetër e kini festival, tani ki programin e vitit 3, tani në 2026 e kini garë. Pas ke punina. Unë e shpresoj shumë që kemi a dalë, edhe në fond, kur ta krysh edhe garën tjetër një janar, në 2026 kur e ki, me ardha pet, me medaljen, që e keni fitu në garë. Faleminderit. Shumë faleminderit ty që na ke zbukuru neve emisionin.